Përgjatë mesditës së ditës së hënë, Inspektoriati i Mbrojtjes së Territorit në Bashkinë e Vlorës, Policia Bashkiake, por edhe përfaqësues nga IKMT nisën në lungomare një aksion të përgjithshëm për verifikimin dhe evidentimin e hapësirave publike. Aksion ky u shtrirë përgjatë të gjithë gjatësisë së shëtitores, ku pan dhe u evidentuan bizneset të cilat vazhdonin të zinin hapësirën publike, ku duhet të kalojnë qytetarët me tenda, orendi të ndryshme biznesi, pjesë reklamuese, vazo lulesh apo pemë të mbjella. Të gjitha këto biznese, të cilat u evidentuan, u mbajtën shënim nga përfaqësuesit e institucioneve për të raportuar më pas si ajo pjesë e mbetur e bizneseve të shëtitores, të cilat duhet të lironin hapësirën publike. Mëngjesin e kësaj të marte, siç mësohet, në çdo biznes që vazhdon ende të ketë tenda dhe rrethime në vendkalimin e këmbësorëve, ka mbërritur thirrja e fundit, paralajmërimi final. Sipas informacioneve të siguruara nga televizioni 6+1 Vlora, bizneseve, kryesisht bare, restorante apo edhe pjesë të njësive hoteliere, ju ka shkuar një thirrje e fundit paralajmëruese, e cila kërkon që të largohen nga territori shëtitore së Lungomares, nga hapësira e këmbësorëve, të gjitha pjesët e biznesit, të cilat vazhdojnë të zaptojnë ende këtë të fundit. Të gjitha bizneseve në Lungomare, të cilat kanë ende objekte, tenda, pjesë reklamuese, apo edhe rrethime në hapësirën publike, duke penguar qytetarët në shëtitore, një ditë më parë ju kanë mbërritur edhe fleta se duhet i lirojnë këto hapësira publike. Kjo gjë i jap rrugë projektit i cili pritet që të nisë të zbatohet në shëtitoren e Vlorës për unifikimin e të gjitha fasadave të këtyre bizneseve, të cilat do të kenë të njëjtën pamje në të gjithë gjatësinë e Lungomares. Afati është lënë disa ditor për çdo biznes për të çmontuar në mënyrë vullnetare gjithçka që prek trotuarët, madje bizneseve ju caktuar edhe ndarja, kufizimi se ku duhet të shtrin veprimtarinë e tyre të biznesit. Shumë prej tyre ju ka ardhur edhe përfundimi i tarifës të SPL-s, e cila ju lejon të shfrytëzojnë hapësirën publike. Tarifë kjo e cila nuk do të jetë momentalisht e rinovueshme për të parë se si do të vijojnë në Lungomare ndarja e hapësirës publike. Për të gjithë ata të cilët nuk përgjigjen vullnetarisht, sigurisht që do të ketë ndëshkime me gjob, por edhe shembje, largim nga shëtitoria të çdo pjese të biznesit. Kjo fazë e dytë e verifikimeve të hapësirës publike, por edhe shembjeve të mëtejshme të fasadave të bizneseve apo largimi i tyre nga shëtitoria Lungomare, mund të cilësohet si nisje projekti të ri i cili pritet të zbatohet në Lungomare. Një projekt i lançuar në muajin korrik që ka për qëllim unifikimin e të gjitha fasadave të jashtme të bizneseve në shëtitore. Njësitë e biznesit do të kenë brenda këtij viti projektin e gatshëm se si duhet të jenë fasadat e tyre të jashtme dhe më pas duhet të realizojnë të gjithë të njëjtin projekt për të patur të njëjtën pamje vizuale.